Në rregull, vazhdojmë me temën e sotme? Po sigurisht. Gurët në veshka, çfarë i shkakton? Gurët në veshka, kjo figura në shpjegon më mirë se si ato pozicionojnë, japin atë dhimbjen e thershme, të padurueshme që na lë pa frymë ndonjëherë. Po patjetër, ja, le ta shikojmë figurën dhe ta komentojmë. Do thotë ndonjëri, kjo është sajes, po është një figurë se ndryshe do të qenë një njerë për prodhim gurësh. Për ta bërë më të thjeshtë. Po për ta bërë më të realisht nuk janë kaq të mëdhenj, domethënë. Shiko, edhe 2.7, edhe 3 cm harrin të shkrihen nga produktet bimore. Sigurisht do të varet edhe nga lloji i gurit, do e sqarojmë, por ata kur thërmohen, derisa kur formohen dhe shkojnë afërsi 7-8 mm, nuk krijojnë asnjë proces dhimbje. Kur fillon dhimbja në? Vetëm një si proces dhimbje, si gricje në mbrapa shpinës, si një tërheqje muskulare e kështu me radhë. Pastaj fillon pak si djegë e urinë, ndonjë urinimi shpesht. Ky është momenti që personi, nëse i ka këto shenja, pra pak djegje, rëndes, dhimbje, po pak minuta, më mirë le të bëj një provë. Si që jemi kështu në këmbë, të ngrihem në majat e gishtave dhe plasem kështu. E kuptoj, kjo është një tregues nëse Shiko, nëse unë do të plasem kështu, atëherë sigurisht ai guri tronditet dhe jep dhimbje. Po patëm këto shenja, është shumë mirë të shkoj tek mjeku. Të bëhet një eko abdominale, ku do dalin gurët, madhësia, shikohet madhësia e veshkës, njëkohësisht shikohet edhe si është veshka, pra mos ka pësuar në i blokim, se po të vjetë ai kanali gati mbushur me gurë, veshka mund të na pësoj një fryrje, një enjtje. Më kupton? Atëhere, kjo ekua në kohë të parë, të hershme, shumë shpejt, e shpëton veshkën në mënyrë të padiskutuar. Ju e përmendët që do të flasim dhe për llojet, tashmë sipas llojit të gurit, se janë lloje të ndryshme se si ai është formuar, është dhe kura, apo jo? Po sigurisht, pra se jo çdo gur ka të njëjtën kur. Po nuk diskutohet, pra le të dim një herë nga mund të na vi shkaktari, origjina, domethënë, po të dim pak a shumë, se do bëj një analizë njeriu pastaj me veten e vet. Nga më ka ardhur ky gur, atëherë edhe ne do të mendohemi dhe do të themi, shiko, mos merr një kur mesatare me bim, po shtoje pak, mos pi 4 gota çaj, po bëje 6-7 gota. Çaj bashkësia e këtyre bimëve do të më fuqizoj shumë veprimin tretës atje. Po si fuqizohet veprimi tretës? Për shembull, duke pirë një çaj me shumë acide organike, do i spjegojmë te bimët më vonë. Atëherë, si do që tjetë origjina, ajo do veprojë mbi të acidi organik, e shkryen e grye dhe e zvogëlon atë gurin. Atëherë, në përgjithësi gurët janë oksalate dhe nga kalciumi i tepërt. Kalciumin e tepërt në gjak mund ta hedhë tiroidja, mund ta hedhë kripa me shumicë që neve mund të hamë. Dhe ky kalcium i tepërt në gjak do të na shkojë në veshka, aty ato mikrokalkulat mund të bashkohen dhe na formojnë këto kristale. Po mund të ham produkte ushqimore, për shembull mish me shumicë, peshk me shumicë. Tendenca është që të rritet acidi urik në gjak, pihen birra e kështu me radhë që gjasmet pastrohet, por këto proteina që janë të pasura tash me këtë acidin urik, harrin që të bashkohen me kalciumin, formojnë lidhje dhe ja u formua një gur, një lloj guri tjetër. Por mund të kemi për shembull mund të kemi një infeksion bakterial të veshkave, kryesisht me bakteriet ndoshta stafilokokë kështu me radhë, dhe formohen në veshka këto gurët struvit. Janë gur bakterial, i thon ndryshe. Këta kanë vetin që të rriten shumë shpejt dhe japin dhimbje të menjëhershme dhe të forta. Po nga ushqimet që konsumojmë, për shembull spinaqi që ka oksalate apo ushqimet të tjera. Po patjetër, pra do të shkojmë, pra shiko, ne duhet të mbrohemi që edhe kur të ham spinaq, mos ta teproj me dozat për shembull, po edhe çokoladën, po edhe kakaon, edhe arrat, edhe bajamet. Po të teprohet me këto produkte, mund të harrijë shumë ujë, besoj se ndoshta e ekuilibron. E para është mos pirja e ujit. Ata që pinë më pak ujë, ata janë të predispozuar për të krijuar gur në veshka.
Pra, te shkaktarët e tjerë, jeta sedentare sigurisht, sepse edhe tek fëmijët, edhe tek të Po rriturit, nëse ne me të vërtet për shembull do rrim kështu tër ditën, qarkullimi i gjakut do të jetë ngadalë, lëvizja e lëngjeve ngadalë, ato mikrokalkulat kanë veti pastaj që të bashkohen shumë lehtë me njëra tjetrën. Edhe ato rriten nëpër masa, si thuash, nga 0,1, 0,2 u bën 1 milimetër e kështu me radhë. Unë do doja të kalojmë tani tek këto bimët që shkrin gurët në veshka, doktor, se shkaktarët pak a shumë u kuptuan. Atëherë, shiko çfarë mund të bëjmë neve. Mbrojtësi i parë i veshkave. Kush është? Citratet. Citratet. Këta janë edhe faktorët mbrojtës më të mirë për çdo lloj guri veshkash. Nga e sigurojmë këtë, ja tek limoni që neve mund të marrim në këto raste, një limon ta shtrydhim në mëngjes, ka ata acidin citrikaj dhe vitaminën C, po edhe kjo po të merret me sasira të mëdha, vitamina D me sasira të mëdha mund të na krijojë gur, por ta marrim brenda dozës, 100 mg, 120 mg. Domethënë 1 deri në 2 limona në ditë, ose 1 limon, 1 portokalle. Këto citrate çfarë janë? Te ky lëngu i limonit, ajo vitamina C që ka citratin, janë tamam si çekiça të vegjël që thyen gurzat në veshka. Pra, kjo gota esëll në mëngjes i bëj një shërbim shumë të mirë veshkës. Dhe tjetër, marrim për shembull, sikur të themi, le të marrim fierin e krojeve ose majdanozin e egër. Është një, po është aty ajo, pra është një bimë e cila rritet në ato shkëmbinj që pikojnë ujë edhe në korrik në gusht. Ose, po të shikojmë aty tek... Që është gjithmonë në kontakt me mbi kalimi aty që ndahet rruga për në Kamës dhe për në Durrës, gjitha ato faqet e mbi kalimit kanë majdanoz të egër. Po sigurisht ai nuk është i mirë për tu pirë, sepse është në një rrugë që... është ndotur nga makinat e tymra e kështu, por aty ka me shumicë. Atere, këto acide që ndodhen tek kjo bimë, hyjnë në kontakt me gurin dhe fillojnë që ta gripojnë atë, ta gryjnë, pak e nga pak. Po kjo e njëjta gjë ndodhe edhe me fierin e gurit. Pra, e shikojmë me kujdes, ky është fieri i gurit, i cili rritet atje ku qahen shkëmbinjt, atje ku nuk ka as ujë, as gjë, dhe ky si thuash e shuan etjen e tij me ato pikat e vesës së mëngjesit dhe siguron zhvillimin e tij me aq pak ujë sa të mbaj ai pak dhe që mund të ketë ose sa mbetet në atë plasaritjen e shkëmbit. Si thuash, është bimë që me të vërtet të tregon edhe për atë karakterin e fortë të bimës, që kjo edhe në vapën e gushtit që ndronë ajo qëndron e tillë, me ngjyrë. Atëherë, dhe po ta shohim, kjo ka 2 pamje, një që shef qiellin, pra me këtë ngjyrën e bukur, dhe kjo nga pjesa e poshtme, që shef tokën. Kjo është plot me ato sporet kështu. Atëherë, kjo bimë ka në përbërje të saj acidin malik, tartrik dhe acidet të tjera organike. Po të marrim edhe atë rrënjën e gramit, edhe ajo ka acide organike, ka dhe saponine. Çfarë janë saponinet? Janë se ato që shkumëzojnë kështu. Ndaj ka marrë dhe emrin të tillë. Ndaj ka marrë dhe emrin. Dhe këto kanë veçorinë që kur futen aty në veshka, krijojnë një si teren rrëshqitës dhe ato gurët lëvizin lehtësisht dhe pa dhimbje në veshka. Doktor, sa kohë duhet një organizmi, një njeriu për t'i nxjerrë gurët në veshka duke konsumuar çaj dhe sa gota në ditë duhet të konsumoj? Se ju keni krijuar çajin me të gjithë këto elemente, këto bimët, uromer. Këtu janë veç, në një janë të gjitha bashkë. Harmonizimi i këtyre sipas fuqisë ose dozave që na duhet tek kjo paketa. Atëherë, nga kjo paketa ne mund të marrim 10 lugë gjelle, ta zgjejmë 2 litra ose 2 litra e gjysmë. Të cilin e konsumojmë për sa? E konsumojmë po të jetë një fëmijë i vogël, për shembull 2-3 vjeç, që ndodh, mund të pi 2 deri në 3 filxhana çaj në ditë. Dhe ikën ajo ndjesia e pengesës urinimit dhe problematikat e tjera. Po të jetë deri në 10 vjeç, 3-4 gota në ditë. Po të jetë me rritur 6 deri në 7 gota në ditë. Në të kundërt, marrim për shembull kë mund të kemi afër shtëpisë. Bishtat e qershisë kanë acidin malik dhe atë tartrikun, kanë dhe saponine, i përdorim bishta qershie me shumicë. Po kemi krahas bishtave të qershisë, për shembull mund të gjejmë fierin e gurit, këtë gjarprin mjekësor. Atëherë,
mund të bëjmë 2-3 bashkime me pakta në sasi të barabarta, ose në raportet barabarta. Po të kemi të bëjmë edhe me infeksionet të veshkave të fëmijëve. Është shumë mirë që t'ju japim pak kalindelli në përbërjen e saj dhe pak mustaqe misri, sepse ato stigmat e misrit, sidomos kur ato kokrizat e pjalmit janë të pakaluara në të që të shkoj të fekondoj atë kokrën poshtë, atë vezoren e lules femërore, atëhere kjo është më me fuqi vepruese. Doktor, derisa të veprojnë çajrat, pra të fillojmë të bëjmë miksimin apo pirjen e tyre, kur kemi ato krizat e dhimbjeve, si mund të reagojmë? Çfarë mund të bëjmë diçka që të qetësojmë dhimbjet? E vetmja gjë e mrekullueshme është të futet në vask njeriu, vask me ujë të ngrohtë. Nëse kam çajin e pijm këtë çajin, nëse nuk e kam çajin, atë gotën e limonit, ndonjë bish qershie ose ndonjë fier guri, majdanoz, qoftë edhe majdanoz gjelle që mund ta ziejmë kështu, pra nga ato bimë që kanë acide organike, pijmë 2-3 gota në ditë. Vaska me ujin e ngrohtë është e mrekullueshme, në mungesë të saj uji i dushit që ta kapim gjithë këtë pjesën e barkut, brinje kështu, dhe do të jemi mrekullisht të qetë për brenda 5 minutave. Pastaj vendosim ndonjë borset në krahun që ka dhimbjen, dhe ajo na qetëson dhimbjet. Mbas kësaj është mirë që urinën ta grumbullojmë në një kavanos, sepse do të bindemi që diçka ka rrëshqitur nga veshka dhe ka dalë aty poshtë. Cili është guri më i vështirë për ta shkrirë? Cistina. Cistina. Është si qelq. Jep më shumë dhimbje? Po, jep më shumë. Jep dhimbje, është që do kohë, ne kemi pat një rast, për shembull ai 6 muaj përdorte çajrat, ishte mrekullisht mirë, vetëm një ditë i dha dhimbja ai guri sikur u ça kështu, krizat forta të tmerrshme, atë e qetësoi vetëm vaska dhe asnjë gjë tjetër. Ka dalë një llum i tërë shumë i shndritshëm kur na i solli tek laboratori. A mund të ripërsëriten gurët në veshka? Janë genetike të trashëguara? Po, një pyetje me shumë vend. Ka shumë njerëz që ajo, për shembull, në njërin kaliçe veshka ka krijuar një gur aty, 1 centimetër e gjysmë. Iku guri thot shptova, mirë në rregull. Po në atë hapësirën aty, veshka mund të rikrijojë prapë. Se veshka ka dhe një zakon të keq, thot çfarë kisha këtu, kisha një gur, shpejt e shpejt ta mbledh ta krijoj. Ma është memoria e organeve që Liza. Derisa ta harrojmë t'ja heqim veshkës këtë vesë të keq, neve e bëjmë kështu. Pra doli guri, atëre pim 1 javë në 1 muaj çajra. 3-4 gota. Për mirëmbajtje. Sa për mirëmbajtje, po. Pra këtë gjë, këtë trajtim, ne bëjmë, le të themi, 3-4 muaj. E çfarë është? Asnjë. Të gjitha këto që ne kemi sjellë këtu, janë vetëm suplemente që njeriu i ndihmojnë mrekullisht mirë për shkrirjen e gurëve në veshka. Dhe njërë tek çaji, pra çaji bimoru romer, kishte rëngrami, majdanoz jegër, këputje, mustaqe misri, fier guri, bishta qershie. Po. Të gjitha këto që këtu ne kemi. Të harmonizuara në raportet siç shkruhen aty, për shkak që bëhet ai protokolli, dhe kjo është e gatshme. Ndërsa të gjithë të tjerë që nuk e kanë mundësinë, le të konsumojnë qershit, i ruajnë bishtat në shtëpi. Mund të marrin për shembull ndonjë. Se vjen dhe sezoni tani. Po, rrënjë majdanozit të tokës kështu. E ruajmë. Gjejmë çik rrënjë grami, e pastrojmë dhe e mbajmë në shtëpi, dhe sikur të ketë kriza njeriu nga veshkat, me këto 3-4 gjëra që ka në shtëpi plus edhe limonin, mendojmë që e kalon shumë lehtë. Siç kemi erzat, të kemi dhe farmacin bimore në dollapin ton. Po, me shumë. Sepse na duhet në momentet. Por ai ekzaminimi është shumë i vlefshëm për këtë, që ky të di se çfarë ka, çfarë guri ka, çfarë madhësie. Po cilat janë dhe njëherë llojet e gurëve? Shiko. Janë shumë apo? Janë 4 lloje gurësh. Pra të parët janë këto që formohen nga oksalatet e kalciumit. Po. Të dytët janë këto të cilat formohen nga kriprat urate, nga acidi urik i ngritur, kur konsumimi i mishit e kështu me radhë. E treta janë këto që ne përmendëm, kur rriten disa aminoacide në organizëm, dhe formohen këto cistina, guri cistin, edhe e fundit janë këto gurët struvit, që janë gurë bakterial të veshkave. Që lidhen shumë me infekcion, marrin dhe emrin. Nga infekcioni bakterial, këto kanë vetin që
bakteriet kalojnë veshka dhe mbetjet e tyre krijojnë gur. Këto gur rriten shumë shpejt. Ai mund thotë, po s'kam pa dhimbje nga veshkat. Krijon gati në 1/3 e njerëzve. Mirë, doktor, besoj ishim të qartë edhe për opinionin publik, për personat cilët vuajnë nga gurët në veshka, aq më tepër ato që kanë genetike dhe her pas here trupi tyre prodhon gur në veshka, dhimbjet janë aty, kështu që ndihma është tek natyra gjithmonë te trajtimet alternative. Ju uroj punë të mbar, doktor, faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte edhe jona. Do të shkëputemi tani për publicitet. Do të takohemi për të folur për horoskopin e kësaj jave.